Pra, Perëndia nuk kërkon vetëm pamjen e jashtme të një personi, por kërkon gjithashtu dhe transformimin edhe ndryshimin që ndodh çdo ditë. Nuk është vetëm një moment. Ky varg, pra Veprat 3:19, është si një mënyrë për të ungjillzuar. Por gjithashtu është dhe një mënyrë edhe për ne si të krishterë që jemi në besim, për t'u penduar, për të vazhduar që të kemi një marrëdhënie të shëndoshme me Perëndin. Pra pendimi kërkon një transformim të brendshëm, jo thjesht ndryshim sjellje. Perëndia kërkon zemër të re, siç thot dhe Ezekieli, dhe frym të thyer, siç thot Davidi tek Psalmi 51. Shiko, e kemi shumë të lehtë që njerëzit që të ndryshojnë sjellje momentan. Ka pasur njerëz të ndryshëm që për shkak të ambientit ndryshojnë sjellje. Por në momente të tjera, ose le të themi ka njerëz që shkojnë atë habitatin e tyre, edhe vazhdojnë me atë sjellje në mënyrën e të folurit që nuk kanë frena fare. Por ne e kuptojmë që në dy ambiente të ndryshme njerëzit kanë sjellje të ndryshme. Perëndia nuk kërkon këtë gjë. Nuk kërkon që neve sipas ambientit të kemi sjellje. Perëndia kërkon që ne të ndryshojmë sjelljen, të ndryshojmë zemrën. Pavarësisht ambientit ku neve ndodhemi ose pavarësisht njerëzve që neve shoqërohemi, ne duhet jemi të njëjtë.